Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet, diskutimet dhe dinamikat më të fundit në shtëpinë e Big Brotherit. Do dua të ndaloj pak tek marrëdhënia e Eglit edhe Danjës, dy shoqe të cilat pretendoheshin në fakt që ishin shoqe shumë të mira në shtëpinë e Big Brotherit, ditën e djeshme kanë patur diskutim të zjarrt. Kanë patur diskutim aq të madh sa që kanë kaluar në denigrime personale dhe ofendime të çmendura. Egli, siç duket, është shumë e prekur nga Danja dhe është shumë e ofenduar nga Danja, ku sipas Eglit, Danja ka përdorur një fytyrë për të përdorur Eglin për të shkuar në finale. Çuditërisht, mua nuk më duket ashtu. Mua më duket që Danja ka qenë një banore e cila ka përzgjedhur një rrugë interesante për të ngjitur drejt finales. Nuk ka qenë një banore që kur ka qenë në nominim ka bërë diskutime, ka bërë debate, është grindur, është fjalosur. Unë mbaj mend debat të vështirë dhe të rëndë të Danjës që Danja ka eskaluar nga vetja e saj, ka qenë debati me Xhibanin, që e ka patur në dhomën e grimit. Ka qenë një ndër debatet më të rënda të Danjës ku i ka kërkuar Xhibani që të dele dhe përjashta dhe në fakt karakteri i asaj vajze, e mbaj mend shumë mirë, u komentua jashtëmase shumë në rrjetin social TikTok duke folur se çfarë guximi ka kjo gocë me mënyrën e shprehjes. Do me thënë, Danja është një personalitet shumë i dashur tek publiku shqiptar me sa unë e shoh, dhe nuk është se ka përdorur ndonjëherë mekanizma apo ka përdorur ndonjë strategji wow për të shkuar drejt finales. Unë që në fillime Danjën e kam krahasuar me Dea Michel. Dea Michel ishte kjo goca që hyri për e bukur në shtëpi dhe Danja këtë gjë ka treguar vetëm bukurinë e saj, nuk është se ka treguar ndonjë shkathësi në lojë, nuk është se ka treguar ndonjë inteligjencë, nuk është se ka treguar ndonjë vajzën stratege mo që të kthente gurët e shtëpisë krejtësisht nga ana tjetër, jo, ka treguar një vajzën të qetë, një vajzën të bukur e cila vishet, pispilloset, shijon kënaqësitë e Big Brotherit dhe jeton këtë eksperiencë në maksimum. Nga të gjithë banorët mendoj që Danja është e vetmja banore që ka jetuar këtë eksperiencë nga A-ja deri te Z-ja. Do të thënë, ka përjetuar të gjitha emocionet e mundshme. Dhe në zënkat që kanë me Eglin, nuk jam dakord që Egli i thot Danjës që ti ke ardhur në shtëpi për të shkuar drejt finales në shtëpinë time, sepse mua nuk më duket raporti i tillë. Mua më duket që Danja Eglin e ka dashur me të vërtetë si shoqe dhe në një mënyrë ka dashur që ti ndihmoj. Ishte vetë Egli ajo që u afrua tek Danja dhe nuk ma merr mendja pse duhet ta kërkoj këtë sqarimin, por siç duket Egli i mbeti shumë hatri. Pse Danja tha publikisht që Egli më ka thënë më qëndro afër, dhe këtu nisi edhe kjo zënka që nga një shoqëri tashmë po përfundon në një armiqësi dhe Danja i tha dje Eglit që ti vajzë dashur duhet i vësh pikën asaj lidhje që në fakt nuk e ke lidhje dhe nuk po e bën në asnjë mënyrë lidhje. Dhe kur ti vësh pikën edhe të kujdesesh për veten tate që të thuash që unë si personalitet, unë si Egli di të ruaj nivelin tim dhe këtë çunin që unë nuk e dua dhe këtë çuni që mua më ka përdor nuk do ta vazhdoj më, ti atëherë do të jesh një vajzë e guximshme. Dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që Danja është e sinqertë, nuk është e sinqertë ndaj Eglit, apo është Egli ajo që do të shkon në finale dhe bën çdo gjë brenda asaj shtëpie?